Ky rezultat tregon për kushtimin e institucionit për të përmirësuar procesin e ndjekjes penale dhe për të siguruar që drejtësia të funksionojë në mënyrë më të shpejtë dhe më të qartë. Për qytetarët, sfidat e pengesat gjatë vitit 2025. Megjithatë, prokuroria e përgjithshme ka shënuar përparime në trajtimin e çështjeve. Viti 2025 e ka karakterizuar edhe mbi ngarkesa e rasteve dhe sfidat strukturore. Numri i madh i çështjeve të mbartura, burimet e kufizuara dhe nevoja për përmirësim të kapaciteteve operative të prokurorëve janë ende sfida kryesore që ndikojnë në ritmin e hetimeve dhe në zbatimin e vendimeve gjyqësore. Zoti Çela ka theksuar se për të përballuar këtë sfida, nevojitet koordinimi ngushtë interinstitucional dhe trajtime të vazhdueshme për magjistratët e ri. 3. Roli si figurë publike dhe perceptimi mediatik. Si drejtuesi i prokurorisë së përgjithshme, Zoti Çela ruan një profil publik të matur dhe të qetë duke shmangur polemikat politike dhe daljet sensacionale. Komunikon kryesisht nëpërmjet raportimeve zyrtare, konferencave dhe deklaratave për çështjet prioritare si hetimi krimeve zgjedhore dhe korrupsioni në nivelit të lartë. Ky stil i rezervuar bën atë një figurë të besueshme dhe profesionale për opinionin publik dhe partnerët ndërkombëtar, por gjithashtu kufizon dukshmërinë dhe karizmën e tij mediatike në raport me publikun e gjerë. Neutraliteti dhe qëndrueshmëria e tij janë asetet për institucionin, ndërsa sfida mbetet të forcojë komunikimin me qytetarët dhe të rrisë rezervën e tij publike. Vlerësimi i përgjithshëm për vitin 2025. Viti 2025 ka qenë një vit sfidash dhe përparimesh për prokurorinë e përgjithshme në drejtimin e Zotit Olsian Çela. Ka rritur të rrisë efikasitetin e trajtimit të çështjeve penale dhe të forcojë bashkëpunimin ndërinstitucional, duke treguar për kushtim dhe zbatimin të drejtësisë dhe ligjit. Megjithatë, sfidat e mbi ngarkesës së rasteve, nevoja për reforma strukturore dhe komunikimi i rezervuar publik mbeten pika që kërkojnë vëmendje të vazhdueshme si figurë publike. Zoti Çela ruan një profil të besueshëm, neutral dhe profesion, duke reflektuar stabilitetin e institucioneve të drejtësisë në një mjedis politik dhe mediatik të vështirë. Ky vit tregon se drejtimi i tij është i fokusuar te konsolidimi i strukturave, efikasiteti dhe ruajtja e integritetit, duke vendosur bazat për një performancë dhe më të fortë për vitet e ardhshme.